Mirëmbrëma. Ky është podcasti I dytë Konspiracion këtu në kanalin Okult në YouTube. I ftuari I sotëm është Aulon Kalaja, një personazh që është e vështirë ta futësh në një skem, sepse ai është I pasakont. Ai është edhe politikan, por është më së pari aktivist. Një njeri që ka mbështetur nisma civile, ka pasur nisma të vetat origjinale për cilat është mbështetur nga njerëz të tjerë, të panumërta. Ka qenë kundër ndërtimit të velierës, kundër dëmtimit të butrintit, kundër importit të plerave, kundër importit të armëve kimike. Ka qenë vazhdimisht aty për të protestuar për shkeljen e të drejtave shqiptarëve, jo vetëm të drejtave të shqiptarëve të sotëm, por edhe të shkeljeve historike që janë bërë në dëm të shqiptarëve, pra një patriot I madh në mbështetje të Kosovës dhe të Çamërisë. Ka qenë gjithashtu një personazh që ka denoncuar me kurajo krimet e qeverisë dhe policisë greke në dëm të emigrantëve shqiptar. E plot nisma të tjera. Aulon Kalaja është tashmë pjesë e Partisë Demokratike, ishte kandidat në zgjedhjet e fundit. Ndoshta I ka fituar këto zgjedhje, pra ka fituar mandatin e deputetit. Kjo do të bëhet e qartë në mbarim të një odiseje të gjatë proceses ligjore që ai ka nisur, duke filluar me KQZ-n, me KAS-in dhe më pas me prokurorinë dhe me gjykatën e lartë. Do të shohim pra se si do të shkojë kjo odise. Po gjithashtu doja t'ju thoja se Aulon Kalaja mbetet një aktivist pavarësisht se është sot në politikë, siç do ta shikoni nga intervista që është regjistruar më herët, është I gatshëm të vazhdojë të luftojë për kauza qytetare edhe përmes protestave, por edhe përmes referendumeve. Një nga kauzat e tjera në të cilët ai është I përfshirë është ajo për mbrojtjen e familjes nga agjenda gjinore që synon rënimin dhe shpërbërjen e saj. Ndiqni intervistën dhe kthehemi pas në fund. Zoti Kalaja, do ta nisim me përditësimin që ka nevojë publiku të ketë të betejës suaj ligjore për drejtësi në rastin e zgjedhjeve të fundit në të cilat ju kandiduat. Unë jam në disa çështje në SPAK, pra strukturën e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ku dy çështje I kam dërguar për votën e lirë. Së pari kam bërë një kallëzim penal në raport me grupin e strukturuar kriminal dhe falsifikimin zgjedhor. SPAK-u është shprehur për këtë çështje, ka pranuar falsifikimin zgjedhor dhe në ligjërat drejt ka shkruar që kandidatit Aulon Kalaja janë falsifikuar vota dhe është tjetërsuar rezultati, por nga ana tjetër nuk ka pranuar faktin që aty ka grup strukturuar kriminal. Për këtë arsye juridiksioni I çështjes bie dhe nga SPAK-u kalon në prokurorinë e Durrësit. Unë sigurisht që me këtë çështje nuk kam qenë dakord, e kam apeluar dhe tani pres që të bëhet gjyqi, pra nga GKK-ja, gjykata e posaçme e shkallës parë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, që të detyroj SPAK-un që të hapi kutit, sepse hapi Im fundor është vetëm hapja kutive, pra për me pas se sa vota kam marrë, besoj se jam drejt në Zotit për me kuptuar sa vota kam marrë. Pse? Sepse gjatë rinumërimit unë arrita të ngushtoj diferencën edhe me 115 vota, pra arrita të rikuperoj 15 vota personale, ndërkohë rivali im ul me gati 100 e disa vota më pak se ç'kishte në numërimin e parë. Pra, nga 11 maj 4 korrik kemi ndryshim rezultati dhe unë duke marrë pamjet filmike nga Komisioni Qendror I Zgjedhjeve, kam parë që edhe në kuti tjera ka pasur manipulim të votave, sidomos në KZAZ-n e Shijakut, por edhe në disa KZAZ tjera në qarkun e Durrësit. Pra SPAK-u thot ka pasur tjetërsim vote. Po, falsifikim, manipulim. Po. Por nuk është grup organizuar kriminal që do të thot është një individ. Se dy vetë që bashkëpunojnë për të arritur një qëllim të caktuar është grup kriminal. Patjetër, dhe këtu qëndron edhe kontradikta e SPAK-ut, kam pas shumë debate me prokurorin e çështjes, sepse unë mendoj që ata nuk kanë hetuar, nuk kanë pas vullnet për me hetu çështjen. Duhet kemi parasysh diçka, Kastriot. Precedenti ishte që për qarkun e Tiranës dhe të Fierit u hapën të gjitha kutit dhe u numëruan të gjitha votat. Për qarkun e Durrësit nuk janë hapë të gjitha kutit. Qarku i Durrësit ka gjithsej 493 kuti, KAS-i vendosi hapjen vetëm të 290 kutive. Dhe në një bisedë off the records, pra jashtë regjistrimit, me zotin Rosmaili, po e bëj ditur këtu për herë të parë. Jashtë proces verbalit. Jashtë proces verbalit më kanë thënë që Aulon ne vendosëm hapjen e pjesëshme të qarkut të Durrësit, por në rast se ne gjejmë pa rregullsi, ne na detyron ligji, por edhe do t'i hapim vetë të gjitha kutitë e tjera për me nxjerrë në dritë rezultatin. Tani ç'a ndodhi? Me datën 4 korrik u vendos rinumërimi të Pallati Sportit Farie Hoti. Shkuam aty, erdhën kutitë dhe
jo vetëm që nuk hapën 493, jo vetëm që nuk hapën 290 kuti, saç kishte vendos vetë Kasi, po hapën vetëm 152 kuti. Në kutinë e 152 u mbyllën kutit një veprim i çuditshëm, të cilin nuk arrit ta kuptoj sot e kësaj dite. Për këtë arsye, arrim te kallëzimi im i dytë që kam bërë në SPAK. Pra kallëzimin e dytë që kam bërë kundër Kasit. Për ata që na ndjekin, Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që kanë shkel ligjin, sepse e para ishin detyruar me hap dhe kutitë të tjera, por shkelja akoma flagrante është që kanë shkel vendimin e tyre. Pra kishin vendosur me hap 290 kuti dhe hapën vetëm 152 kuti. Për këtë arsye e kam çuar SPAK. Edhe këtë çështje e ka rrëzuar prokuror tjetër, jo prokurori që ka çështjen time për falsifikimin zgjedhor. Ndërkohë, edhe për këtë jam në gjykatën e shkallës parë, GKKO, ku i kërkoj gjykatës gjithashtu që të nisë çështjen, pra detyroj prokurorin të nisë çështjen. Si ka mundësi që nuk merren për bazë video, po merren për bazë votat në kuti? Nëse vota është manipuluar, mund të jetë manipuluar pas kalimit në video, dhe kur është futur në kuti është kryer punë. Je shumë i saktë. Unë kam arrit të rikuperoj 100 disa vota vetëm nga hapja fizike e kutis. Imagjino si kur të hapen edhe videot ashtu si që ju thoni, për një publik gjerë që nuk na kupton, duhet t'i sqarojmë që procedura e numërimit votave për zgjedhjet parlamentare është me 2 faza. Faza e parë, ndahen votat midis Partisë Socialiste, Partisë Demokratike dhe subjekteve tjera politike, mbyllen nëpër zarfa, pra sistemohen votat, futen në kuti dhe hapet dhe një herë tjetër kutia, dhe në këto momente nxirren votat nga zarfat dhe lexohen për kandidatët, pra vota preferenciale. Tani çfarë ndodh nga momenti i parë i numërimit tek momenti i dytë? Një votë e cila mund të jetë vetëm për subjektin politik, pra një njeri, përgjithsisht moshat e treta ose ata që nuk na kanë pëlqyer as këngë edhe të tjerë, kanë votuar vetëm Partinë Demokratike. Pra po marr subjektin tim që un kam përfaqësuar. Kjo votë, e cila nuk ka përzgjedhje për kandidat tjerë, në numërimin e dytë është transformuar. Është manipuluar. Ka mbetur me barr në zarf dhe kur ka dalë nga zarfi ka qenë për kandidatin Kastriot Çipi, jo për kandidatin Aulon Kalaja. Po, brenda partisë jemi. Brenda partisë. Pra, është marr vota vetëm me PD dhe i është vënë një kryq aty ku i është thënë nga partia cilin kandidat kanë pas preferuar. Dhe momenti i dytë ka qenë vota që ka qenë për Partinë Demokratike dhe për Aulon Kalan, i është vendosur X dhe një kandidati tjetër që të quhet e pavlefshme për kandidatët, por manuali i vlefshmërisë votës nga KQZ-ja thonte që kjo votë i takon Partisë Demokratike. Pra del e vlefshme për partinë dhe del e pa vlefshme për kandidatin. Po në këtë mënyrë unë dobësohem sigurisht. Po mirë, atëherë pse nuk niset qoftë Kasi, qoftë KQZ-ja, qoftë prokuroria nga videoja e regjistrimit të parë të votës për partitë, kur vota ka më shumë gjasa të jetë e paprekur. Absolutisht. E pa manipuluar. Këtë hetim kam kërkuar. Është hetimi më i thjeshtë që e bën studenti i vitit parë juridik, sepse ja kam sqaruar dhe prokurorit këtë çështje, prokurorit SPAK-ut, sepse mua mori pyetje prokurori, jo agent të BKH-s, pra edhe për të më pyet, unë i qendrova të gjithë atyre, domethënë pretendimeve të mia, shtova edhe disa tjera dhe i thash që në rast se ju e keni seriozisht hetimin e krimit zgjedhor, atëherë ju duhet hapni videot, siç kam bërë unë me grup vullnetar, sepse unë përse dola gjithë verës e deri tani që jam SPAK për me kërku drejtën time, sepse unë mora videot nga KQZ-ja dhe i studiova në laptop dhe i pash ishte transformu vota. Në rast se unë nuk do t'i kisha këto fakte, unë s'jam adoleshent për me dalë, për me bën show kot. Dhe u vërtetu të gjitha kutit që kam dërguar aty, u vërtetun që kishin probleme. Unë paraqita dhe prova të reja, kur këta vendosën për me mbyll kutit, në 8 kuti tjera Kastriot, mu m'janë marrë 28 vota, dhe ja paraqita Kasit. Ata nuk pranun që t'i shikonin videot, por më bën një ofertë mu pastaj dhe më thanë, Aulon, shikon, ne i mbyllëm kutit, po deshe t'i hapim këto 8 kuti. Po kjo ishte tallje. Sa orë video regjistrim bëhet fjalë për numrimin e votave? Për mbi 30.000 orë video regjistrime. Të cilat 30.000 orë video, nëse një njeri shikon 3 orë në ditë, po themi, duhen 10.000 ditë pune, ka që bie, apo jo? Ora, është dhe më pak. Në rast se këta kanë vullnet, një kuti është me 75 minuta, domethënë kutia. Tani ç'a ndodh? Kjo struktura që ne i kemi dhënë pare, që merr para nga neve, nuk ka mjete kjo për me studiu krimin zgjedhor, se këtu bëhet fjalë për Parlamentin e Shqipërisë. Po ka pra, këtu po thënë, këto nisa të thoja. Po, pra, mund të duhen 1.000 vet. Po, për t'i parë këto video me qetësi ditë pas dite.
Por ndërkohë ne i kemi shpërdoruar këta 1000 vet për rinumërim votash të nxjerra nga kutit për një qark gjigant si qarku i Tiranës. Kemi bllokuar dhe aktivitetet sportive me ditë të tëra në sallën e lojrave, ndërkohë që fare thjesht ishte kjo. Patjetër. Po ne kemi edhe diellën, more, diella mund ta bëj fare mirë këtë gjë. Harrova këtë moment. Diella mund të bëj një skanim digital me inteligjencë artificiale të videove. Mund të jetë interesante kjo. Dhe mund të nxjerr diella një rezultat. Po, shiko, mund të ketë dhe i metodologji tjetër që unë nuk e di, me të thënë vërtetën, sepse unë kam ec me marrjen e videove nga KQZ-ja, kam pas stafin tim të vullnetarëve, ka pas dhe po 17 vjeç, me të thënë drejtën, cilët i kanë pa dhe kanë bajt shënim dhe më kanë thënë mu që Aulon këtu kemi gjetë shkelje. Përveç KZZ-s që ka mulu vetë, që ishte kruja, do më thënë, pjesë të tjera se qarku Durrësit ka gjithsej 7 KZZ, absolutisht kastriot. Në rast se këta do ta kenë seriozisht çështjen e krimin zgjedhor e kenë Durrës, e kenë kuti brenda. Pra vetëm t'i hapin kutitë dhe të shikojnë, ose unë tërhiqem nga politika përfundimisht, në rast se nuk dalin pretendimet e mia, po ta bëj këtë deklaratu se kam bën herë. Pra unë tërhiqem nga politika në rast se nuk dalin pretendimet 1-1, siç më dolën te kutitë që hapën këta, pa video, imagjinoje. Pra kutitë që hapën këta është vetëm manipulimi fundor i votës, që thot vjedhja e trash fare, që domethënë ja kanë marrë Kastriotit dhe ja kanë fut mes një kandidati që këta kanë pas parapëlqym. Vetëm këtë kanë gjetë ta. Pra po të vazhdoj numërimi i kutive, prapë unë do të rikuperoj sepse unë i kam pa videot. Por këta nuk duan, unë do të shkoj deri në fund, unë javës tjetër do shkoj në gjykatë kushtetuese. Kam bërë padin gati, pastaj në rast se gjykata kushtetuese nuk më jep drejt, unë kam bërë një padit tjetër gati, por po pres që do shkoj në gjykatë Strasburgut dhe do të fitoj. Po të garantoj që unë do të fitoj në gjykatë Strasburgut, sepse e gjithë praktika e gjykatës Strasburgut në raport me zgjedhjet, qoftë në Rumani, qoftë në Serbi, qoftë në Bullgari, ka qenë pro kandidatit. Po mirë, ndërkohë që ti bën këtë betejë për cilën unë të përgëzoj, sepse po e bën edhe për ne, nuk po e bën vetëm për vete, dhe sigurisht që uroj që t'ja dalësh edhe të ketë një rezultat që të prodhoj pasoja. Po rishikohet kodi zgjedhor, rregullat e lojës. Po, si që thash, kjo nuk është lojë apo luftë vete për ty. Kjo është për gjithë përsa në lojë është vota e lirë dhe respektimi i vullnetit të qytetarit. Pse nuk e dëgjoj Partinë Demokratike të jetë shumë në jehon të atyre që ti po bën? Përpara se të përgjigjem, do t'jap vetëm një intro. Unë gjykatë kushtetuese shkoj kundër nenit 55 kodit zgjedhor që ja pamundson kandidatëve rinumërimin e votave. Ata kanë bërë një kod antikushtetues, paktën te kjo pikë, po ka dhe pika tjera, ku të drejtën... Pra, kur themi ata, ne kuptojmë PS-ja dhe PD-ja. Bash pra. Po. Do të thotë i pamundsojnë kandidatëve për me numëru votat e veta. Pra të futesh në garë, të vjedhin votat dhe ti mos kesh mundësi për me i numëru votat e tuaja. Po kjo nuk ka asnjë lloj garancie juridike, domethënë po ta shikosh edhe nga ana e kushtetueshmërisë, un jam konsultuar me konstitucionalist dhe më thonë fakt nuk ka nevojë për me konsultu me to, sepse është A-ja dhe Z-ja, procesi rregullt ligjor. Këtu nuk kemi të bëjmë me proces rregullt ligjor, po unë i kam ezarru gjitha shkallët, prandaj do shkoj në gjykatë kushtetuese. Kam bërë betejë në KQZ me Kasin, kam shku në kolegj zgjedhor, ku më kanë rrëzu për çështjen e legjitimitetit, sepse sipas këtyre ka pas një gjyqtare në Pakicë dhe do doja ta përshëndesja, nuk e njoh personalisht, zonja Alma Kodraliu, ka dalë në Pakicë 4-1 e kam humbë çështjen, pa ajo ka bërë një shkrim brillant të arsyetimit saj në Pakicë, realisht jam shumë i kënaqur të paktën që ka njerëz që kanë një farë integriteti në gjyqësor. Jo të gjithë janë kështu tu vdelesh. Mendoj që në gjykatë kushtetuese, jo për Aulonin, unë mund mos kandidoj më, po do jenë disa kandidatë tjerë pas meje që do ta kenë të drejtën për me ankimu rezultatin e vet. Kjo është shumë e rëndësishme. Ndërsa këta e kanë bërë që duhet të jetë partia politike që të kërkojë rinumërimin e votave, po në rast se nuk do partia politike për shembull, ç'a ndodh? Ndodh që në traditën leniniste të formuluar nga Majakovski, kur themi partia në kuptojmë Lenini, po, pra kryetari, edhe ne dim që të dy partitë e mëdha kanë kryetarin, pastaj kanë ca forume që ndonjëherë i përmendim, po është kryetari që vendos. Dhe unë kam përshtypjen që edhe ky nen që ju citoni është bërë pikërisht për të fuqizuar kryetarët e partive, për të defaktorizuar antarët apo kandidatët e një partie. Unë kam pas shumë vështirësi për hapjen e kutive, me të thënë drejtën, kam përdor lloj-lloj manierash e manovrash për
që t'i arrije se këta nuk donin me i numëru votat e Durrësit. Domethënë, kjo është e vërteta e madhe, që duhet thënë, kur thua prapë PD-ja. Por gjithë bashkë pra nuk donin me numëru votat, nuk donin me hap kutit. Që do të thotë, kam përdor fillimisht partinë e Ballit Kombëtar Demokrat, ku urzu 15-0 qoftë nga Kasi, qoftë nga kolegji zgjedhor, pastaj kam futur si palë të interesuar partinë Lëvizje Legalitetit, e cila kishte interes për me pa votat e mia në këtë rast, dhe arrita për me hap një pjesë pa përfillshme të kutive, domethënë kanë dhënë gjithsej 60 kuti. Po imagjino, a mund të rikuperosh për shembull 900 vota me 60 kuti, pra thjesht për me bë atë procedurën, dhe kam arrit një kalvar shumë të madh, 4-5 muaj që kemi qenë në gjykata, në prokurori etj, dhe këta donin me nxjerrë dhe votat pavlefshme, ne që kërkuam rinumërimin, se ne u bëm tabelqitje. Pra, votat cilat një grepsh për shembull kishte dalë pak nga kutia, këta i qunin pavlefshme, pse? Për të na diskredituar neve që kërkuam rinumërimin, për me thonë që shiko, këta kërkuan rinumërimin, po këta kanë 10 vota vet, siç ndodhi me një kandidat në Tiranë. Fatmirësisht, unë i kam nejtë e koka të gjithë votave të mia, kam organizu 2 protesta që kjo mos ndodhi dhe mu nuk ma kanë bërë këtë gjë. Të paktën në 6 ekrane që unë kam ndjek, se aty ishin gjithsej 24 ekrane. Që do të thotë e gjithë tendenca e KQZ se kishte 3 rryma kur ne kërkuam rinumërimin. Dhe do të them shkurtimisht pse i shërbeu rinumërimi Shqipërisë në këtë rast. Rryma e parë ishte që ne po i zgjasnim jetën e Edi Ramës me këto historira dhe po i krijonim alibi Ramës. Rryma tjetër ishte që ne po legjitimonim rezultatin e Edi Ramës, dhe pjesa tjetër mendonte që ne po i prishnim pushimet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, se ishin ata që i rinumëruan votat. Po ç'a ndodh me rinumërimin? E para, në Tiranë u trafikuan 10.000 vota. Për Kasin, ky ishte gabim njerëzor, jo krim zgjedhor. Pra u trafikuan 10.000 vota te kandidatët. Në Fier ne kemi kandidat që kishte grabit 1.500 vota Kastriot, dhe nuk thuhet e vërteta. Një Ceno Klosi, që ka qenë drejtor, nuk e di çfarë lloj drejtori i këtyre, u bë deputet atje me pëlqimin e Belinda Ballukut dhe ishte dhënë urdhër që të votojë ky. Mirë që kishte marrë 20.000 vota, po i kishin shtu dhe 1.500 që ja kishte grabit kandidatëve të tjerë. Imagjino sikur të hapeshin videot në Fier. Por ne në Fier dhe pastaj ju dha urdhër punojësve të KQZ-s, të cilët unë i takova dhe më thanë Aulon, na erdhën palët dhe na thanë uljani pak rezultatin këtij, dhe ky doli sikur kishte grabit 800 vota, pastaj 1.500, pra ja kanë zbrit rezultatin. Kishte marrë 1.500. Me letra ja kanë shkruajtur sikur ka marrë 800. Dhe fundit është që u ndryshu një mandat në Fier, apo jo, si pasojë e rinumërimit. Pra, rinumërimi pas ka qenë i mirë, sepse këta e kanë tjetërsu vullnetin e qytetarëve. Qytetarët e Fierit kishin zgjedhë një grup tjetër, pavarësisht se ajo ishte një ushtare e partisë dhe bëri që tha Rama, që u fut kjo karikatura tjetër në parlament. Kjo që lavdronte, thonë si ka mundësi që keni arrit sukses kaq të madh Spakut. Ne kemi deputetë mbajmë mend emrin e Zegjines, sepse Zegjinia u bë kjo zonja. Super personazhe. Jo, po zonjës tjetër nuk e mbaj mend. Çrëndsi ka më, por këta janë gjithë ushtar partie. Pra, ishte rinumërimi që i solli gjitha këto gjëra. Rinumërimi që nuk vazhdojnë Durrës. Rinumërimi, po të bëj pyetje Kastriot. Ne pam 3 qarqe që u hapën, Durrësi pjesërisht dhe Tirana e Fieri, që ishin trafiku vota. Po 9 qarqet e tjera, nuk du të spekuloj, po fakti që të 3 qarqet që hapën u trafikuan vota pafund, imagjino çka ka ndodhur 9 qarqet e tjera. Prandaj këtu nuk ka zgjedhje të lira të barabarta. Këtu nuk numërohet vota siç e hedh qytetari. Këtë e vujta unë kurrës, prandaj betejë ime tani nuk është më për mandat. Po ja u them me sinqeritet, betejë ime tani është për standard, që kandidatët e tjerë që do vinë pas meje të kenë disa armë për me luftu. Shkurt muhabeti, kur ti rrafin, ti lën me çaj do burri dheu, ta kupton, sepse në këtë lloj forme këta thonë që ti e ke shit shpirtin partisë. Dhe çfarë thot partia do bësh, ne si jemi ushtar rreshti, burra kupton. Un kam hyrë me fytyrën time. Unë kam hyrë me faqe të bardhë në politik, du me dalë me faqe të bardhë, nuk mund të pranoj unë tani. E para herë më thanë ke marrë 8120 vota, pastaj më thonë ke marrë 8135 vota. Po sikur të rinumërohen votat e tjera sa ka marrë, pikpyetje madhe. Pra kjo është situata. Ke hallëruar faqen e bardhë, po do të jesh edhe në politik, po do ta kesh vështirë shumë. Po do ta provojmë orkestriot. Do ta kesh vështirë. Problemi është që shiko, unë e di që politika nuk ka moral, e thonë rëndom, domethënë, po minimalisht duhet ketë lloj serioziteti. Dhe kjo që po bëj unë tani, shiko, vota është besim. Unë kur kam shkuar kam kërkuar votën atyre njerëzve, atje më kanë thënë do ta japim, po a do na mbrosh dot. Një mosbesim i jashtëzakonshëm i njerëzve, jo vetëm për PD-n,
për PS-n, por për 35 vite mënyra se si ja kanë fut njëri tjetrit, domethënë një klimë e madhe mosbesimi. Dhe unë u habisja gjithmonë sa i takohem pyetëshin për këtë. Por thosh, ç'është kjo histori, po do t'i mbroj votat patjetër. Në fakt ato pas kanë ditë diçka më shumë se unë. Dhe kjo drama më mnodhi. Dhe unë ju thash po atyre. Dhe ti PD-s detyrohesh të kërkosh ndihmë nga Lëvizja e Legalitetit dhe nga Partia e Ballit Kombëtar. Po. Unë ju thash po. PD-ja s'është në pikturë. PD-ja ka kërku hapjen e kutive. Hapjen e kutive. Diç do më thonë hapja kutive. Hapja kutive do më thonë a ka sa flet votimi ka brenda, jo për kë janë. A është proces verbali, a është vula, a është vula dhe këto u pan, do më thënë u hap një ditë, u vënum një ditë neve për me pasë sa a ishte vula dhe a ishte proces verbali e tjere. Do më thënë një gjë e cila kaloi kështu pa në i bujt madhe, po dhe pa në i vëmendje për hir të vërtetës nga media. Shiko, gazetaria shqiptare është e pa vëmendshme. Unë e di që ishte muj korrik, gushta ishin me pushime e tjere, se flisnin për masakër zgjedhore, ndërkohë që ishin plazh. Unë po bëja betejë për votën e lirë. Flisnin për masakër zgjedhore, ndërkohë tani jemi në parlament dhe po ezaurohen, është konstituu parlamenti, janë konstituu komisionet, tani po kërkohet një komision hetimor parlamentar. Shkarenci, po doja nuk e njeh këto zgjedhje. Po si njeh? Nuk e njeh as pushtetin që ka dalë nga këto zgjedhje. Po problemi është që e para ne duhet jemi të qartë politikisht, mendoj se na mungon qartësia në këto momente. Fakti që nuk i njohim zgjedhjet dhe hym parlament, unë besoj që këtu është alfa dhe omega i gjithçkaje, që do të thotë së pari Kastriot du të shprehem që unë jam kundër një komisioni hetimor parlamentar për zgjedhjet, i cili po miratohet tani nga të dyja palët, sepse Churchilli na ka mësuar që në rast se ti do të dështosh një çështje, ngri një komision hetimor parlamentar. Është një film i parë, ja kam thënë dhe në sy Zoti Talibej, kemi qenë një debat televiziv, kam qenë kundër në 2021 kur këta ngritën një komision hetimor parlamentar, të kujtohet? Jo, këse mba. Po se s'ka pas produkt, prandaj se mban mend. Pra është kot fare, ti mbushësh mendjen e Edi Ramës se të ka vjedh zgjedhjet. Do dal një raport i njëanshëm, askush do e mbaj mend, po do mahet mend kush i ka ra tavolinës, kush do të gjyj me kushtetut dhe kush bërtiti më shumë për miran sy kryetarit. Nuk ka produkt. Ka një rrugë zotëri, në rast se ty të kanë vjedh zgjedhjet. Në rast se është farsë elektorale. Prokuroria. Përveç, ka një rrugë tjetër politike. Të shkosh në Washington dhe në Bruxelles që t'i thush atyre shiko se mund këta në votën zgjedhje, siç bëri po doja në 2001-shin. Këtë rrugë ka zgjedh dhe u zgjodh presidenti konsensual me ato mandate dhe dushku që ndodhi atëherë. Pra, ne kemi një histori suksesi në 2001-shin kur u vodhën zgjedhjet. Atëherë pse duhet ndjekim një rrugë të dështuar tani? Do ketë thjesht konsum politik, por ne ajo që nuk kemi tani është koha. Pra, Partia Demokratike është kohë humbur. Dhe ti rasti komision hetimor parlamentar. Beteja në ato vite ka qenë reale. Në vitet 97 dhe 2001, midis PS-s dhe PD-s kishte luftë vërtetë. Po, patjetër, po shiko, do të flasim pak dhe për personazhet, Kastriot, mendoj unë, sepse mu më duken qesharak tani. Kjo Partia Demokratike është një parti juristash, ka qenë historikisht, ka prodhuar gjithmonë juristat më të mirë. Kur shikoj atë lloj niveli të juristave aty mu më vje për të qesh, domethënë, sepse mu ofruan dhe mu për votën. Unë mora jurist nga jashtë brenda, Ral Dagën, ti e njeh. Dhe kam pas jurist shumë të mirë, me të thënë drejtën, nga ana ligjore ka qenë shumë e kopsitur, ka pas bashkëpunim të gjerë. Edhe tani në gjykatë kushtetuese. Kjo parti në 2001-shin, avokatinë e zgjedhjeve të vjedhur ja ka bërë Spartak Ngjela mërgur. Ti jemi realist. Ne mund mos jemi dakord me Spartak Ngjelën për shumë qëndrime. Po ai ishte një nga oratorët më të mirë. Ishte një nga njerëzit që bënte lajm, i cili ka udhëtuar vetë në Washington dhe në Bruksel dhe ekipi i Partisë Demokratike që arritën për me sensibilizuar ndërkombëtarët që këtu janë vjedh zgjedhjet. Këtu nuk e di askush që janë vjedh zgjedhjet nga ndërkombëtarët, po ja u them me sinqeritetin më të madh. Prandaj ne duhet arrisim pak pjacën e përfaqësimit. Dhe kush e përfaqëson Partinë Demokratike tani? Po në betejat ligjore kam iden, ta them me sinqeritet, nuk ja kam iden më burr kush janë. Pra nuk përbëjnë lajm, janë emra totalisht që unë si njoh as nuk është marrësh logu. Po nuk e di fare më burr, domethënë duhet ikim nga niveli mizerabël i përfaqësimit, sepse kjo parti ka prodhuar juristët më të mirë. Edhe politika në fakt, shteti është nga ligjet. Ne kemi luks që kemi kryeministër piktor. Në Europën perëndimore përgjithsisht kryeministrat vinë nga jurisprudenca, nga ekonomia, se ky është shteti. Ky është mësues vizatimi, është kryeministër. Ne juristësh kemi jurista, domethënë 2 lekësh. Jurista plepash, çfarë them tani? Bëjmë një intermezzo të vogël. Partia mora vesh që ne përveç se piktor, kryeministri pas kanë edhe piktor të madh. Të madh. Po. Madje kaq të madh sa që i është kushtuar një monografi shkencore, e theksonte lajmi në atë monografi shkencore
për veprën e artistit Edi Rama me titull Neuroestetika e një artisti. Të më thënë një nëse nuk gëbojmë, është e njëjta gjë që ka dalë nga Akademia e Shkencave, apo jo? Jo, kjo është monografi që e ka bërë. Po e kishin promovuar në Akademinë e Shkencave. Eksakt, atë po them. Po është shmenduri. Pra, Oltsen Gripshi e kishte bërë monografinë dhe ishin rreshtuar këta nga Skënder Gjinushi deri te Josif Papagjoni. Të flisnin se sa i madh ka qenë Edi Rama. Këto janë levat e këtij apo se si ka transformuar pikturën shqiptare, se si piktura tashmë nuk është thjesht ngjyra dhe formë, po është edhe neurologji dhe psikologji dhe psikiatri. Nuk e di që kuptohet me neuroestetik. Unë di që ka estetik, po neuroestetik e mora vesh tani me Edi Ramën. Po, shiko, është fatkeqësi e madhe për IKOMP që një figurë si Skënder Gjinushi, i cili ka qenë ministri i arsimit në kohën e komunizmit, vazhdon të vetmi ministri komunist me post publik, që është kryetari Akademisë Shkencave. A e kuptoti domethënë ku jemi ne me 100% votave. 100% votave dhe ka dhe i rekord që kanë bërë këta domethënë. Dhe 35 vjet pasi nuk merri më me shkencë. Po ç'është shkencë më burr ai ishte, ai ka qenë matematikan. Ka qenë më burr, pa ai dogji Vlorën u fut domethënë në gjëra të tjera, bëni revolucionin komunar të 97-s etj etj. O djem rrëmbeni pushkët ja vdekje e liri. Vetëm për këtë lloj deklarate ai nuk duhet ekzistonte më në politikë dhe në jetë publike. Vetëm që ka qenë ministër i komunizmit nuk duhet të ishte më në jetë publike. Jo ta gradosh kryetari i Akademisë Shkencave, ai shiti partinë më burr. I shiti partinë Tom Doshit, jemi realistë tani. Pra ky është personazh totalisht qesharak. E dyta, më fal, Kastriot, duhet mbaroj diçka. Mban një rekord shumë zi Akademia e Shkencave. Në raport me çështjen e Butrindit, ne kemi qenë bashkë Alianca për mbrojtjen e Butrindit, kemi bërë betejë kushtetuese, protesta etj etj. Në një moment unë shkova në Akademinë e Shkencave, pasi u votu nga parlamenti, u mblodh Akademia e Shkencave, pasi u votu ligji nga parlamenti, domethënë në të gjithë Europën perëndimore ndodh që flet Akademia e Shkencave, pastaj voto parlamenti. Bindet parlamenti. Pranon parlamenti. Votoi parlamenti këta, është ajo shpreha që përdoret tim ka çu nona me lagojën, u mblodhën dhe i thash, "O zotri, për çfarë u mblodha tani ti zotri?" Thash, "Pse nuk jep dorëheqje?" Më tha, "Nuk na pyetën", tha. Por përderisa s'pyesin, futi Chelsea në uli qepenin se ky që e ka dyqanin jot. Ty s'pyesin. Jep dorëheqje, jo tha, dorëheqje nuk duhet jap, unë tha duhet japin ata që s'na pyetën neve. A e kuptosem ku jemi neve? Ti tani më sjell mu neuroshkenca, ç'a ishte kjo idiotësia? Neuroestetika. Po pra të dalim te muhabeti tani që ishte ajo Edi Rama që ishte sharm në Paris, pra ishte personazhi. Në Paris ishte i hutuar, i magnitur nga Edi Rama. Janë idiotësira më burrë, ne s'kemi ujë vëlla. M'fal se e ula pak kështu. Jo, se kjo tani po e ngrej. Po pra po s'kemi ujë, unë jetoj të Braga, se thon pasaporta europiane, neuroshkenca, çajn këto idiotësirat. S'kemi ujë të Braga, jemi lami me kanaçe më burra, e kuptoti ku jemi apo? Jemi në mes kryeqytetit, s'ka ujë. Domethënë ngjoj kryetarin e bashkisë kët ishin se tani që kemi sot kryeministër në fushatën e vitit 2013 ka thënë shprehimisht një problem do ta zgjidh parin, mandatin e parë, ujin. Dhe nuk do justifikohem me askënd, do mbaj përgjegjësi unë personalisht ka thënë për këtë çështje. Në qoftë se nuk do ketë ujë, po e lëm të gjithë Shqipërinë. Tirana nuk ka ujë. Tirana nuk ka ujë, Astiri, Braka, dhe ka kaluar 12 vjet që Edi Rama është në pushtet, ka marrë mandatin e 4 dhe unë them që ka oreks edhe për mandatin e 5 dhe 6. Patjetër. Kjo është pak po e sigurt. Si bëhet me këtë qeveri? Sepse kishim Lulin, mandati i parë, mandati i dytë si kryetar i partisë vazhdon të fitonte sistematikisht Rama. Tani kemi Berishën që i bie tjetë Berisha 4 apo 5 në rendin e kryesimeve që ai ka bërë Partisë Demokratike, po që në një kuptim më duket si një Lul Basha versioni 2.0. Na vodhi zgjedhjet, korrupsion, drog, narkoshtet, Ramaduro. Po prap Berisha është prap në institucione, dhe më thënë e thamë që PD-ja me fjalë thot nuk i njoh zgjedhjet, me praktikë ka njohur ka hyrë në institucione. Ndërkohë që kur filloi i famshmi proces i ringritjes Partisë Demokratike, Berisha tha propozojmë Nenin Basha në statut. Kryetari që humb zgjedhjet parlamentare largohet automatikisht. Rasti i parë për të zbatuar Neni Basha është pikërisht me Berishën, pas zgjedhjeve të këtij viti dhe Berisha nuk jep dorëheqje. Shiko,
Së pari, unë mendoj që po të shikosh parlamentin sot, nuk do ndryshoj nga parlamenti i herës kalume. Pra, mjafton ti ulësh zërin, janë të njëjtat veprime, gjynë me letra, bërtasin e bëjnë etj. Unë për njerëzit ka i rregull, po mendoj që ky rregull vlen edhe për opozitat. Njerëzit ndahen në 3 kategori. Kategoria parë që merren me thashë theme, kategoria dytë komentojnë ngjarjet dhe kategoria tretë merren me idetë. Opozitat duhet merren me idetë. Politika është lëvizja permanente e ideve, nuk ka politik pa ide të reja. Nga kjo pikpamje opozita është shterp, jo që s'është niveli 3 i asaj që shpjegova, po dyshoj që mund të jetë dhe i pari, sepse merren Rama tha Rama, e bëri Rama kështu, Rama ashtu. Pra, politikën shqiptare, në vend që ta udhëheq Partia Demokratike, e udhëheq Edi Rama, dhe këta i shkojnë pas dhe komentojnë vetëm Edi Ramën. Pra merren me ngjarjet e Edi Ramës, ndërkohë që narrativën duhet ta prodhojnë këta dhe ta udhëheqin këta. Ky është problemi i madh që shikoj unë tani, pra shtërpësia e ideve nga ana opozitës dhe mungesa e qartësisë që të thash pak më herët. Pra në rast se ti thun kanë vjedh zgjedhjet, po atëherë ka rënë demokracia, kanë rënë zgjedhjet, drejtësi nuk ka se e ke qyt grup kriminal, atëherë ka vetëm një rrugë zotëri. Se tani që unë mos jem hipokrit, unë kam votu pro djegjes mandateve. Po ta them me sinqeritet, kam qenë këshill kombëtar të Partisë Demokratike. Nuk kam votu në herë me dorë, se është votim bolshevik, sa herë ka pas votimi me dorë dal jashtë nga salla në mënyrë demonstrative, por kam votu pro djegjes mandateve se mendova se do kishte një lloj serioziteti. Ai e degeneroi aksionin. Ka qenë votim i fshehtë? Jo, ka qenë votim me dorë. Ka qenë votim me dorë dhe kam mbajt dhe fjalë aty pse duhet i diqnin mandatet në ato momente, sepse unë mendoja që ishte po shkonim drejt një pushteti despotik. Autokracinë kishin kaluar me kohë dhe absolutisht që kjo tani ishte rrjedhoj dhe atyre veprimeve që u bën atëherë. Çka kam pa? Kam pa hipokrizi shumë të madhe. Ata njerëz që e shtynin Bashën ose e mbështetën se e shtynin e kishte nda menjen, për mi djeg mandatet, sa i dogji thanë shiko se neve nuk jemi për djegjen e mandateve. Pra, njeriu duhet të jetë korrekt, duhet të tregojë të vërtetën, mendoj unë, dhe unë kam qenë pro. Por ai e degeneroi aksionin politik. Pse solla në vëmendje çështjen e mandateve? A do ishte tani e udhës që Partia Demokratike t'i diqte mandatet, po për ta çuar aksionin deri në fund? A do ishte në nderin e Partisë Demokratike që të futej në grevurie brenda parlamentit, në rast se nuk do i diqte mandatet? Por më kërku drejtësi dhe për me sensibilizu dhe ndërkombëtarët, sepse vetëm me këtë akt ekstrem mund t'i sensibilizoj. T'ju marr një shembull, Kastriot, në Greqi, besoj se e keni ndjek aksidentin që ndodhi ndërmjet trenave, që vdiqën shumë njerëz. Prindrit e fëmijëve që vdiqën atë aksident, se ishte ditë studentësh kur ndodhi aksidenti, kërkun zhvarrosjen e trupave të fëmijëve të tyre. Do të një prind shqiptar. Po, aty do dal dhe shteti grek i degeneroi, i çojnë gjykat në prokurori, nuk ja pranon, parlamenti etj i hodhi poshtë. U desh një burr shqiptar nga Fieri, Paneruço, i cili u fut në grevuri aty, tek pull para parlamentit me një tent, erdhën 35.000 greke takun fillimisht, pastaj erdhi krejt Greqia aty, te sheshi para parlamentit. Dhe ç'a ndodhi? U pranu kërkesa e prindërve për zhvarrosjen e trupave të fëmijëve, sepse ata nuk ishin bindur, sepse i gjithë dyshimi ishte tek analiza toksikologjike, sepse treni brenda kishte pasur lëndë kimike, kishte pasur helme. Dhe ai shpërthimi i madh që kishte ndodhur nuk kishte ndodhur midis dy trenave, por tek djegja dhe shpërthimi që kishin pas lëndët kimike aty brenda. Ç'a du të them me këtë? Një njeri pa qenë deputet, një shqiptar, për më tepër, i cili fitoi një kaos shumë të madhe për jetën në këtë rast. Atëherë, ku qëndron opozita këtu në Shqipëri në këto momente? Në rast se nuk ka zgjedhje të lira, të cilat janë derivat gjithë pushtetet, sepse edhe drejtësia nga zgjedhjet e lira nga ky parlamenti del apo jo, sepse drejtësia është një pushtet i emëruar, nuk është i zgjedhur drejt për drejt. Nga ana tjetër, po doni zgjedhje, demokracia, me të gjitha me radhë, pra gjithçka është vota lirë. Atëherë, ja vlen sakrifica për votën e lirë, edhe në një gest ekstrem siç është greva urisë, po kujdes, jo si në 2009, siç e boni PS-a, me salqiçe në përxhepa, me çokoladë Toblerone, se kam qenë gazetar unë ora Newsit edhe këta hanin e pinin aty, poshtë kryeministrisë. Greva urisë është greva në cilin vit po thua? 2009. Partia Socialiste hap kutit ose largohu. Të garantoj që dhe greva urisa 96-s nuk ka qenë grevurie. Unë jam shumë skeptik për gjitha grevat e urisë në Shqipëri, përveç por ata datën gjatë protestave në mbrojtje të teatrit në vitin 2000, edhe më ka thënë që na umblodhën qend në Borrin
prapa Partisë Socialiste, sepse Luan Hajdaraka hidhte kockat e pulave që hante nga dritarja. E kam dëgjuar këtë histori dhe je shumë i saktë. Unë jam shumë skeptik për çdo grevurie që ka ndodhur në Shqipëri me përjashtim të minatorëve në Valias. Me sa informacion kam unë, kam qenë i vogël, po sa më kanë shpjeguar, më kanë thënë që ka qenë greve vërtet deri në vet flim, sepse kishin vendosur edhe tritol eksploziv. Edhe greva e studentëve të shkurtit 1991 ka qenë greve vërtet. Okej. Ka zgjatur pak, ka zgjatur 2 ditë sepse u eventualisht ose statuja e diktatorit, por ata kanë qenë të sinqert në përpjekjen e tyre. A ka Partia Demokratike arsye për më fut në grevurie? Unë mendoj që ka. Në momentin që ndodhet Shqipëria tani, për me sensibilizu ndërkombëtarët, sepse shiko, këtu bëj çadër apo jo? Në 2017. Erdhi zëvendësime sekretari amerikan i shtetit Brian Hoyt i McAllister i Bashkimit Evropian, erdhën të gjitha ato personalitete për atë çadër aty që si ishte grevuria, apo jo, ishte qendres dhe u bë një zgjidhje politike, nuk ka rëndësi a je pro apo kundër. Unë personalisht kam qenë kundër asaj zgjidhje. Mënyrën se si e bëri Partia Demokratike se shkojnë bashkëqeverisje me Partinë Socialiste. Po mori vëmendje apo jo? Pra ti duhet akt ekstrem për me arrit fitore. Këto muhabetet do bëj komision hetimor parlamentar për me bind Ramën. 1. Do futen parlament dhe do i bërtas, do i gjyj me kushtetuta ti, do t'i gjyj me boj, do djeg karrike, do djeg kompjutrat. Më fali sekond, unë i pari i refuzoj dhe i them dhe qytetarëve se e kanë humbë besimin qytetar dhe vëmendjen, se ajo që është më e rënda është dhe vëmendja. Pra, çovër sot i deklarat Partisë Demokratike apo partive tjera, nuk i ndjek kush më burr. Marrin 100 like, 80 like. Pra ne jemi vend si Shqipëria më burr, praktën nuk them unë që janë 30 milion banor. Për ditë në konferencë për shtyp, a thua se kishte për ditë nga një ligj Newtoni për të zbuluar. Unë mendoj që opozita duhet shkoj tek, pra jam me filozofinë stoike tani, të stoicizmi. Fjalët nuk na nderojnë, janë veprat ata që duhet flasin. Ky është momenti, mendoj unë, i opozitës, që duhet një aksion i besueshëm. Nga ana tjetër, dakord që duhet ta shpresohet opozita në Shqipëri. Po ai ka shfrytzuar të gjitha mjetet që kanë dorë opozita. Unë për shembull, duke qenë se besoj që filozofia ime politike shprehet vetëm me 2 fjalë, demokraci direkte. Unë nuk e quaj veten as majt as djathtë, sepse nuk mendoj se ka më të majt dhe djathtë. Ka njerëz që kanë ide se si të përmirësojnë jetën e qytetarëve dhe ka ca njerëz që kanë ide si të majmin elitat, si miliarderët të bëhen multimiliarderë. Referendumet janë pothuajse misioni i pamundur në Shqipëri. Për shkak të super pengesave që paraqet kodi zgjedhor që është bërë me votat e PS-s dhe PD-s bashk. Dhe PD-ja nga viti 98 që ka bërë thirrje për bojkotuar referendumin e Kushtetutës, kur nuk ka kërkuar referendum për asgjë në 27 vjet. Nuk ka ndërmend ta kërkoj as tani. Po a mendon se janë qytetarët, nisur nga ajo që thënë për Pano Ruçon, për qytetarin nga Fierit, cilin e përshëndesim fuqimisht për kurajon edhe për shpirtin dhe karakterin prej babait vërtet që ka treguar. A mos duhet pra vetë qytetarët të fillojnë ta marrin në dorë fatin e tyre, sepse edhe kjo idea ma ka fajin Berisha kështu, Berisha ashtu, Berisha ka fajin për të gjitha, po për vetes bëj asgjë, po ai e ka për detyrë sa ishte intelektuali. Jo, po nuk dim ne të bëjmë parti, po partia opozitare që është Partia Demokratike duhet ma zgjidhë mua hallin, ndërkohë që nuk e mbështet, nuk futesh në forume. Unë për vetes jam antar i forumeve, unë nuk kam të drejtë të kërkoj Partisë Demokratike llogari për gjëra që nuk ka pse të m'japi. Unë jam i pakënaqur, mos e votoj. Po s'mund t'i imponoj unë Partisë Demokratike mendimet e mia. Mos vall edhe ne si qytetarë pra duhet shikojmë pak nga vetja. Të mos presim gjithçka nga partitë opozitës. As nga thjesht nga PD-ja, as nga Berisha si individ. Po, është e vërtet Kastriota dhe gjithë aktivizmi im te kjo pikë ka qenë. Të paktën kauzat që un kam bërë gjatë gjithë jetës time deri tani ka qenë përgjegjësia qytetare, përpjekja qytetare. Në këtë rast referendumi është arma më e fortë që ka një popull, fatkeqësisht ato pengesa ligjore siç ju e thatë, dhe fryma politike që është kundër referendumit në Shqipëri na ka penalizuar rënd. Por pa diskutim që unë do të mbështesja çdo lloj referendumi. Unë faktikisht kam dashur të inicioj një referendum në Fushkruj, sepse
na kanë bashku me Bashkinë e Krujës. Fushkruja ka qenë bashkim vete gjithmonë historikisht dhe na kanë kthy njësi administrative. Një vend me 50.000 banor, domethënë, ndërkohë që kemi bashki si Roskoveci, Tepelena, me Maliaj, Finiqi, Klosi, Pusteci, histori me nga 2-3.000 banor. Libohova, kupton? Ndërkohë një vend si Fushkruja, që është nyje lidhse, pra zemra e ekonomisë Shqipërisë, një nga rrugët, Vor, Fushkruj, Tiranë, Durrës, këtu lëviz ekonomia, interesat mëdha ekonomike e kanë kthy njësi administrative. Dhe po ti pyesësh, të majt dhe djathtë janë pro që bashkia të jetë Fushkruja, të jetë Fushkruja bashki. Për këtë arsye kam dashur që ta bëj këtë gjë, një nisëm referendare, sigurisht i bindur që do kem sukses, sepse kam biseduar me shumë njerëz. Fakti është kjo që thoni ju, që këta ta pamundsojnë çështjen e referendumit. Gjithsesi ka hapësira ligjore, siç edhe ne kemi diskutuar bashkë, domethënë, për me nis një lëvizje e cila duhet vi kryesisht nga intelektual dhe nga njerëz që e njohin ligjin, se është shumë e rëndësishme kjo, që tu dhiqet dhe nga këta, që ne të arrijm konkluzione për shumë çështje të cilat për mendimin tim janë totalisht menjanuara nga kjo politika bajate e ditës, më tha Rama, i thash Ramës, shkova, i thash Ika etj etj. Partia Demokratike nuk i ka bërë referendumet, përderisa nuk i ka bërë ka 27 vjet, ajo që thoni ju është fakt, domethënë që në 98-ën që u bë i fundit, i manipuluar sipas informacioneve që kam unë, sepse shqiptarët zgjodhen një mënyrë tjetër qeverisje, të paktën sa informacion kam unë. Në Shqipëri është zgjedhur monarkia si formë qeverisje, politika këtë nuk e pranon në Shqipëri. Asu se pranon atë, po e debatojmë një herë tjetër. Dakor, unë këtë informacion kam, ndoshta e kam unë gabim, gjithsesi, po kam parë një lloj solidariteti të partive politike atëherë që t'i gjujnë monarkisë. Ajo ndoshta qytetarët kanë votuar edhe nga pasiguria e 97-s, atëherë kanë qenë çështje edhe psikike, domethënë të asaj vote, nuk ka rëndësi, por duhet të them këtë gjë që jam pro referendumeve dhe do t'i bashkangjitem çdo nisme që kërkon referendum për çështje shumë interesante që kanë ndodhur në Shqipëri. Kampioni i referendumit në botë është Zvicra. Pyeti një herë popullin e vet, a t'ja japim nënshtetësinë Michael Schumacherit apo jo? Pra imagjino çfarë çështje u ushtru për referendum, ndërkohë në Shqipëri çështje kruciale, jo vetëm kjo e bashkisë që thashun të Fushkrujës, por referendum për prindi 1, prindi 2, që mund të jenë çështje shumë të rëndësishme, domethënë se çfarë duan. Ti je akoma më javë për se unë për me shtru problematika tilla, sepse e ke kërkuar edhe në statuse publike, por unë jam pro referendumeve, patjetër. Ndërkohë, sa e djathtë është politika e djathtë dhe sa e majtë është politika e majtë sot? Sa larg pozicioneve klasike që kanë mbajtur e majta dhe e djathta deri në vitin 90 është? Dhe pastaj në Shqipëri, cila parti është e majtë, cila parti është e djathtë? Është pyetje shumë e vështirë, sepse këto ndasit tani unë besoj që nuk i shikojmë askund, nuk konvergojnë fare çështje të tilla në politikën shqiptare. Kjo është fatkeqësi e madhe. Fakti, prandaj është kriju ideja ka po ta shikosh në tërësi që këta të gjithë janë njësoj. Dhe unë mendoj që Partia Demokratike duhet shkojë më djathtas, mendoj unë. Duhet është domosdoshmëri. Hajde ta definojmë një herë çfarë është e djathtë në botë sot? Po. Pastaj të shohim në Shqipëri dhe pastaj të shikojmë ku duhet të jetë. Shumë interesant para disa ditësh që unë kam cituar në televizionin Top Channel për iniciativën më të fundit që ka bërë kryeministri i Slovakisë në raport me iniciativë parlamentare që ka bashkëpunuar me opozitën atje, apo është një njerëz që vjen nga e majta, Robert Fico, i cili u sulmu me armë dhe ishte në reminacion. Ka qenë komunist, pastaj socialdemokrat. Socialdemokrat, ato janë komunikuese janë, domethënë shkojnë një herë këtej një herë ande, por ai vendosi të bashkëpunojë me opozitën e vendit në Slovaki për me kalu ligjin që ka vetëm 2 gjini, prindi 1, prindi 2, apo jo? Po. Që ishte dhe urdhri ekzekutiv i parë i Donald Trump kur ul në Shtëpinë e Bardhë. Po. Dhe ne po kënaqemi me lugën bosh, se kjo është më e bukur tani. Domethënë gjëra që i ka fal Zoti, që i kemi pas gëzuar përpara, tani ne do trokasim themi fitore. Jo, po këtu ka debilizimin masiv i popullatës. Po pra, imagjino sa larg na kanë shkuar. Ke nevojë të shkruash në kushtetut që ekziston vetëm burri dhe groja. Merr, domethënë. Pse mora këtë shembull që ti e ke shkruajtur me drejt, për me kuptuar që tani diferencat midis majtës dhe djathtës nuk ekzistojnë më, por po të citoj ty, jemi drejt globalizmit dhe sovranizmit, apo jo? Po. Atëherë ky lloj debati ka prek dhe Shqipërinë për mendimin tim. Dhe pra ne duken të gjitha forcat politike njësoj këtu në Shqipëri. Unë personalisht jam munduar gjithmonë që Partinë Demokratike ta çoj më djathtas. A e kanë marrë parasysh? Jo.
Nuk e kanë marrë parasysh. Unë kam shkruajtur programin e Partisë Demokratike për familjen dhe kundër politikave të shpopullimit. Ka qenë një program 50 faqesh që unë ja kam dorëzuar zotit Berisha, që nuk e kam punu vetëm unë, e ka punu një departament i tërë, personazhe shumë të rëndësishëm, do të thënë, dhe kemi kërkuar që Partia Demokratike të shprehet qartë për çështje kruciale, siç është edhe kjo prindi 1, prindi 2, por mos ta banalizu vetëm aty, por për agendën woke, për LGBT-n, për historira që se këta shkuan me mendru dhe flamurin shqiptar me von flamur LGBT e fare. Unë këtë tendencë pash në emisione televizive që u godit figura e gjyshit Kastriot. Domethënë, fillimisht kur agenda ishte në piknisin e saj nga ambasadat e huaja në Shqipëri, u fut një homoseksual në një format si Big Brotheri dhe kishim një protest në Lezhë, si një nga vendet më konservatore të Shqipërisë, dhe thanë që ky zotnia nuk është nga Lezhë. Pra kishim një zgjim qytetarëve. Tani agenda përparoi, jo vetëm që u futën këta dhe sistematikisht te këto platforma që jepen çdo natë në orën 9 darkës, domethënë 2-3 herë në javë sa janë, duhet jetë patjetër një person i tillë dhe vetëm nëse je person i tillë je dhe fitues apo jo, ose do shkosh deri në finale, por agenda vazhdoi dhe më tej. Pastaj na futën një njerëz që kishte ndruar gjinin. Pra nga çun ishte kthy gocë. Sigur mos mjaftonte kjo, na futën një person tjetër, një gjysh homoseksual brenda. Ne gjyshin e kemi shenjtë. Gjyshin e lejmë gjithmonë tek Oxhaku, po flas për familjen tradicionale shqiptare dhe i marrin mend. Këta e goditën figurën e gjyshit dhe tha gjyshi mund të jetë dhe homoseksual. Dhe e pash që këtu nuk është se kishte në reagim. Po e themu siç e shohun, ndarjen e majtë e djathtë, thjesht për efekt të kuptuarit, sepse unë nuk mendoj se ekziston më as filozofia e djathtë as filozofia e majtë, po siç e quajnë veten grupet politike në Europë. Ndahen në e majta është pro luftës në Ukrainë, por është kundër luftës në Gaza. Po. Është pro alarmit klimës, e djathta thotë jo, është i rrem alarmi klimës. E majta thotë nuk ka familje tradicionale, sepse është poliamoroze familja, mund të jenë 2-3 178 gjini kishte. Po jo vetëm ajo, po mund të jenë edhe 3 baba me 2 nëna. Po ma, është prap familje. Prindi 3, prindi 4. Pra këto janë si thosh temat kryesore ideologjike ku ndahet e majta nga e djathta. Po. Kur vim në Shqipëri, këto debat nuk e shohim. Nuk e shohim. Nuk ndahet PS-ja me PD-n. Në Izrael janë të dy pro Izraelit. Në Ukrainë të dy pro Ukrainës. Për alarmin e klimës janë të dy dakord që duhet harxhohet. Nuk kjo më duket idiotësia më e madhe, domethënë. Jo, ky është krimi më i madh ekonomik. Sepse ti shkatërron tokat më të mira bujqësore. Absolutisht po. Për të bërë gjoja panele diellore e ndot përfundimisht atë tokë dhe krijon problem të pa llogaritshëm me mbetjet. Pra në vend që të pastrosh e bën më pis patjetër planetin. Kur vjen puna ke familja ka një lloj retorike, po edhe PS-ja dhe PD-ja janë të kujdesshme sepse ky popull është kundër familjes poliamoroze. E vërtet, sepse shqiptarët janë konservator, por nuk e din akoma. Por nisma konkrete që ta mbyllin, për shembull kjo që përmendë ti me Robert Fico në Slovaki, këto mund ta bëj PD-ja. Patjetër. Pse se bën PD-ja këtë? Të çoj një propozim. Unë personalisht e kam kërkuar këtë çështje, e kam shkruar dhe në program. Po. Unë, kur them unë, pra departamenti që unë kam përfaqësuar, gjithë ekipi, dhe kemi kërkuar qartësi të Partisë Demokratike për çështje që ne ndahemi nga e majta. E kam shkruar në dokument dhe e kam dorëzuar publikisht kryetarit të muajit shkurt. Pra para zgjedhjeve që ne dilnim të qartë. Ka pas paqartësi, është e vërtet kjo që thu. Pra nuk janë shpreh për çështje tilla sepse janë çështje të nxehta Kastriot. Shiko, ti the dhe majta bie dakord për çështjen e familjes, se tani u tërhoq. E majta shqiptare. Para një jave, po para javë u tërhoq, domethënë. Mendoj u tërhoq nga ai gjë që e kishte bë vet, se ishte Ministria e Shëndetësisë. Po, dakord, po matje pulsi është matje pulsi. Nëse qytetarët e pranojnë, ata e shtyn më tej. Matje pulsi kanë bë për herë këtë punë dhe më kujtohet kjo historia kur donte më vë Cezari Perandor. Fitoi domethënë një nga betejat më të mëdha jashtë Romës dhe do kthehej triumfator, siç ishin ato pritjet e mëdha që hidhnin petale trëndafilash etj. Po si ishte Perandor. Dhe i tha shokut vet futun turm,
Kur të futem unë me karrocë që do duhet kërkasin njerëz, thuj Cezari Perandor. Edhe e tha shoku vet atë. Askush nga turma nuk e përkrahu. Dhe Cezari takoi shokun e vet dhe tha nuk jemi gati akoma për këtë çështje. Pra, Roma nuk e pranon dot perandorin në këto momente. Edhe këta bëjnë njëjtën gjë. Hedhin gjëra të tilla dhe pastaj thotë jemi kundër. Po kush i solli këto gjëra? I sollëm ne apo i sollën këta? Prandaj këta masin pulsin dhe ne duhet jemi gjithmonë gati që ne t'i kthejmë përgjigjen e merituar këtyre agjendave të cilët duan me shkatërru familjen. Kaq, kjo është fortesa e fundit që i ka ngel Shqipërisë është familja. Tjerat janë shkatërru. Deri tani ç'a diskutuam me njëri tjetrin. Vot lirë nuk ka apo jo? Diskutuam për çështjet e demokracisë, për drejtsinë, hajde të hapim tema shumë të mëdha. E vetmja gjë që i ka ngel është familja. Familjen po munohen me shkatru me këto Big Brotherat, me histori të tjera, tani duan me bë me ligj. Lexova ligjin kishte 178 gjini, nuk ta thash me shaka. Pra ti gdhihesh mëngjes dhe thuj jam çesëm. Gdhihesh i ti tjetër thuj jam mace. Pra këto janë të gjithë idiotësitë e këtyre që këta duan ti fusin ligj dhe në rast se ne na heqin këtë gjë. Një grua ka ndryshuar edhe mbiemrin e saj sepse pretendon se është e martuar me kullën Eiffel. Po, në Paris dhe ka bërë mbiemrin e saj La Tour Eiffel. Shumë interesante. Nuk e kisha dëgjuar këtë. Pra, këto është me video, është me video. Ne sjell në Shqipëri dhe aq më keq duan të godasin dhe të fëmijët. I ke pa besoj edhe tekstet shkollore që janë skandaloze tani. Pa kopertinën e gjuhës shqipe të klasës 3, ku figura e zanave, që ne kemi zanë në prallave, ose figurë mitologjike shumë interesante shqiptare, pra mitologjisë shqiptare, e kishin vesh si burr me flamur të LGBT-s. Pra japin mesazhe kudo, domethënë dhe i fusin fëmijët e vegjël në kolaps dhe japin këto tema gjithandej. Është problem i madh. Më thonte i miku im nga Amerika. Si do t'ja bëjmë Olon? Si do t'ja bëjmë? Një miku, ja ta them dhe këtë. Më thonte i miku im nga Amerika në New York banon, gazetari Beqir Sina, besoj se. Po e një. Tha kishte mbesa tha frikë për me shku në shkollë përpara fitores Trumpit, sepse një djalë, shoku klasës, nesër më ishte vesh me fustan. Dhe kjo kishte frikë që mund t'i nothe njëjta gjë, pra të kthehej në çun, nga gocë kthehej çun. Këto historira mund duken fillimisht shu si fiction apo jo, se kështu na kanë thënë neve konspiracionistë, jemi njerëz që flasin budalliqe etj. Ndërkohë, këto janë ul këm kryq në Shqipëri tani, por prindrit nuk kanë kohë për me i lexuar tekstet e fëmijëve. Unë do i ftoja që t'i lexonin, të jenë shumë aktiv te bordet e shkollave, sepse aty bëhet betejë e parë dhe unë gjykoj që na duhet i aleancë qytetare, por gjë tjetër nuk ka ngel. Ja me këtu do doja të fokusoheshim tash në pjesën e fundit. Ti përmende bordet e shkollave. Po. Bordet e shkollave vërtet nuk kanë shumë fuqi, por nuk edhe fare pa fuqi, sepse tek pedagogu, tek mësuesi, tek drejtori i shkollës mund të ndikojnë. Patjetër. Dhe tek e fundit nëse ti je solidar me tjetrin, me prindin tjetër, pavarësisht se nuk ta jep ligji, ti mund të bësh protesta, detyrosh drejtorin e shkollës tiki. Shumë saktë. Ti mund të kërkosh që ligji të parashikojë që ti të zgjedhësh me vot drejtorin e drejtorisë rajonale arsimore të rrethit ku ti jeton. Patjetër. Çfarë presin ta prindër? Nuk do të thënë, okay, më unë jam dakord, hajde ta shajmë Sali Berishën nga mëngjesi deri në darkë. Ti e di që unë jam Sali Berishën kjo. Pikërisht pra, ti e di që unë jam avokati i Sali Berishës. E di. Jam dhe shumë kritik madje. Po nuk mund të them që është faji Sali Berishës që bordet e shkollave nuk funksionojnë. Je shumë i saktë dhe jam shumë dakord, plotësisht dakord me ty. Atëherë do na ngelet ne në dorën tonë për me sensibilizu njerëzit. Unë be të thonë drejt kemi zhvillu shumë takime me prindër, por problemi është që nuk ka shku informacioni deri aty, ose kur ne i flasim për këto tema, thonë ha më le se këto janë budalliqe. Do më thënë, vetëm momentin që ata sensibilizohen shumë më shumë, siç ka ndodhur me këto emisione televizive, shiko, Kastriot kampanjë është rekord për të thonë, te RTS shkollë. RTS shkollë, një emision totalisht i fokusuar se si fëmijët mund të kthehen në LGBT etj. RTS shkollë, nuk e di. Dhe një nga platformat domethënë ke programi, një nga platformat e mia kam qenë që të hiqet e gjithë propaganda LGBT-s nëpër shkolla, që po futet. Për këtë arsye unë jam shpall non grata nga komuniteti LGBT, 2 ditë para zgjedhjeve nga komuniteti ka bërë thirrje që ekstremisti Aulon Kalaja të mos votohet nga njerëzit që ata përfaqësojnë etj. Më kishin vesh lloj llagapesh, lloj gjonash që unë mos merra vota etj. Ndërkohë është fatale se si RTS shkollë, pra një televizion që paguhet me taksat tona, i ke pafund në televizionin shqiptar, dhe jo vetëm në televizionin shqiptar, edhe në platformat me pagesë. Tani ti e njeh ka dokumentar, ka film artistik,
ku haptazi ose në mënyrë të koduar jepen mesazhe pro LGBT-s. Tani ti kthehemi ides tek bordet. Po jo, aty do dilje pra. Po. Aty do dilje. Pra kur kemi RTS shkollë, këta prindër që nuk na besojnë neve, e kanë hap në RTS shkollë me pasi ç'ndodh? RTS-ja është kampion jo vetëm për propagandë LGBT, për propagandë gjinore, po edhe për klimën, madje, këtu jemi unikal tani, nuk besoj se e kanë vende të tjera këtë, edhe në propagandën pro Kinës komuniste dhe shokut Xi Jinping. Televizioni shqiptar përveç se transmeton seriale kineze, ku natyrisht pasqyrohet jeta e bukur dhe e lumtur e popullit kinez që po ndërton socializmin me forcat e veta, por jep dokumentar ku glorifikohet. Unë nuk kam pasur nerva të shikoj një dokumentar nga fillimi deri në fund, se më kanë mjaftuar minutat, kam kërkuar informacion në guidet televizive. Po. Kush është autori, cili është titulli, viti i prodhimit, çfarë lloj materiali është ky që po shoh dhe jam skandalizuar me atë që kam parë. Dokumentar se si shoku Xi i ka hapur shtigjet e reja zhvillimi i Kinës. Se si shoku Xi është një vizionar kaq i madh sa që e ka transformuar tërësisht Kinën dhe nuk njihet më Kina. Ore ti shikoj në dokumentarin të tregonte zyrën e punës të Xi Jinpingit më. Po të Mao Zedongit më. Tregohesh në muzeum, gjoja vizitë aty? Të gjitha dhe nuk ishin me sy kritik. Nuk ishin me sy kritik, ishin me syrin e një turisti që është kurioz dhe i duket interesante gjithçka që ka të bëj edhe me Kinën komuniste. Të i thonë dhe popullit pra që edhe ju do ta. Eksakt, pra se unë nuk po them që po e çopi një turist ti në Spaç, ti nuk ke bërë propagandë komuniste qofse ke çuar në Spaç. Patjetër. Nëse ti i ke thënë që shiko se këtu në Spaç nuk ishte aq i tmerrshëm Spaç, kishte kushte të mira. Keni bë legjend kot, ta kupton. Pastaj të burgosurit kanë trajtuar njëri tjetrin. Po. Kanë qenë të poshtër. Po. Burrat po ti bën propagandë komuniste. Patjetër. Atëherë është shumë e vërtet kjo, prandaj ta solla rastin e RTS shkollë, që është një televizion i frekuentuar nga prindrit dhe nga fëmijët për me pa programe për biologjinë, për kimin, për matematikën e tjerë. Pra e keni aty ul këm kryq, nuk janë narrativat tona, idiotësitë tona, konspiracionet tona. Kështu që jam dakord dhe me qasjen që ti thu që nuk është faji i Partisë Demokratike, mos organizimi i prindërve për me mbrojtë fëmijët e vet. E zem neve që u çmend krejt politika shqiptare këtu. PD-ja dhe të gjithë partitë opozitës kanë faj. Po unë si prind, që kam sjell një fëmijë në këtë botë, patjetër. Nuk e leu në fatin e fëmijës tim në dorë të Partisë Demokratike. Bravo, kjo është ideja dhe unë mos ma ndihmoj Partia Demokratike ta zgjidh hallin, do mundohen ta zgjidh vet. Patjetër. Unë mendoj që prindrit shqiptar duhet marrin përgjegjësi në raport me fëmijët e tyre, sepse kjo lloj propagande, e cila është më e rrezikshme që i ka ndodhur ndonjëherë, për mendimin tim, unë mendoj që është ullë këm kryq dhe do një përgjigje shumë të fortë nga organizimi që do bëjnë prindrit me njëri tjetrin, sepse është për fëmijët dhe fëmija i bashkon, nuk i ndan prindrit nga njëri tjetri, apo jo, se nuk bëhet fjalë a do shkojmë të PS-ja apo do shkojmë të PD-ja, që do ndahen njerëzit, ky është me PS-n, ky është me PD-n. Këtu bëhet fjalë për fëmijët e vet. Dhe unë do doja një lloj po themi zgjimi nga ana prindërve që ti ftonim që ta shikonin këtë çështje në mënyrë të tillë. Përpjekjet që ne kemi bërë janë përpjekje modeste, se ki parasysh edhe ne s'kemi as fonde, s'kemi as i gjë, domethënë ne i bëjmë vetë nga ana jonë, siç ke vepruar ti apo njerëz të tjerë. Por është momenti për mendimin tim. Unë kam një djalë që i ka kaluar në 19-tat, pra quhet për efekt të ligjit tashmë quhet i rritur, paçoren. Kështu që unë nuk ndjej kërcënim për të. Aq më tepër që ai nuk jeton në Shqipëri sepse jeton jashtë. Po unë të betohem që jam i gatshëm të lexoj të gjithë librat shkollor nga klasa e parë deri në klasën e 9. Të gjitha lëndët, nëse më jepni librat, vetëm për të kuptuar ku ka propagandë të hapur apo të fshehur LGBT për klimën, për falsifikimin e historisë, sepse edhe ky është problem. Patjetër. Edhe për këtë të famshmin multikulturalizëm, lëvizjet pro emigracionit të lirë, e pro prishjes së racës e të kombit, se ka mesazhe edhe anti-komb. Kemi Lea Hypi që është kampione e anti-kombit, që sulmoi Ramën publikisht se tha pse kërkon ti të këndohet himni dhe të ngrihet flamurin nëpër shkolla, sepse kjo është mesjetare, është për e prapambetur, është te programi që un kam dorëzuar ka qenë rikthimi i himnit nëpër shkolla dhe ngritja e flamurit. Po. Pra po thoja që unë që e kam fëmijën të rritur, që nuk jeton në Shqipëri, jam i gatshëm ti lexoj, të harxoj kohën time, ti lexoj të gjithë librat, por nuk i gjej dot, se shkoj ti marr dhe nuk më japin, thonë duhet i marrësh në shkollë. Po. Po ama prindët duhet bëjnë pjesën e tyre, nëse unë të gjej
faktet se si po manipulohet fëmia jut. Ti mos prit të bëhet 18 vjeç të mos e njohësh më, të thuash kush është ky. Kush është ky që më flet për të Kastriot, këta i morën djalin Elon Muskut të burra, kupton. Pra këta janë të jashtëzakonshëm, kur i morën djalin Elon Muskut, imagjino çfarë mund të bëjnë me fëmijët e shqiptarëve këta. Ja kanë marrë Elon Muskut, po ka qenë faj edhe Elon Muskut. Po pra, Sepse ka firmosur edhe Elon Muskut. po pra, Dhe për fatin e tij të mirë, sado të vonuar, ai e kuptoi gabimin që kishte bërë dhe ka rishikuar qendrimet e vet. po duhet i lexojmë në këto momente, domethënë që mos bëhen të njëjtat gabime, se këto kanë ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ne e majmë si venin e talon demokracisë, lirive etj. Po unë mendoj që shqiptarët e kuptojnë këtë pjesë, shqiptarët nuk kuptojnë këtë pjesën tjetër, Po. që duan të rrinë në poltron me telekomand në dorë edhe opozita t'u zgjidh hallet. Ah, okay. Për këtë Kjo është- unë jam kundër. Kjo është ajo që nuk më pëlqen. Shiko, para 2 ditësh bisedoja me një burr shumë të mirë, shumë të zotin, shumë punëtor, që ka një restorant afër zonës ku unë banoj, që po shikon tani terror me sy prej muajsh, vjen policia e thot hiqi çadrat, vjen para policia e thot hiqi këto tende që ka vënë sipër kundër shiut. Pastaj e thot hiqi këto xhamat që ka vënë për të mbrojtur nga era. Pasi ja ka shkatruar gjitha këto, i ka çuar fjalë tani dhe thotë që do heqësh edhe këto pedanat që ke bërë me dru suedez jashtë në verandë. Po ato janë edhe për këto të pa mundurit. Do t'i heqësh gjitha. Janë për paraplegjikët. Do t'i heqësh e thonë se ka zënë hapësirën për publike. karrocët Dhe e tebeve. ndërkohë që e mbyt me taksa, me kontrolle sanitare, më thash ndërkohë që është shumë e vështirë të gjesh personel e të gjithë problemet e tjera që kemi. Dhe më thotë një ditë që s'kemi intelektual. Ju intelektualit e keni fajin. Thash, po pse e kemi ne fajin? Po ja se u ngriheni. Po mirë thash, në qoftë se ngrihem unë më mbështeti, se ja po t'jap unë fjalën tash. Për lokalin tënd që po dëmtohet, edhe për gjitha ato që po bën Rama, unë do themeloj një parti. Do bësh antar partie ti? Po jo, thash, pse të bëhem unë antar partie? Po si do të mbështesesh ti? Si Edhe thash, me të dal kotizacion. vetëm unë. Patjetër duhet paguash atë kotizacion nëse nuk do që këtë parti ta blej Samir Mani apo Kastrati apo dikush tjetër, se dikush do ta paguajë Patjetër. kostën. Do të thënë ti thash do që ti të vazhdosh punën siç ke qenë, të mos prononcohesh fare, mos shqetësosh as njërin krahun tjetër politik dhe të ta zgjidh unë, po jo më nuk do vjeu të ta zgjidh ky hallin. O do ta zgjidhim bashk, hallin tënd dhe timin, o nuk do zgjidhim asnjëri hallin e vet. Shumë e drejtë. Po, kjo është fryma pra që ekziston në Shqipëri. Ç'ke për të thënë në fund se do ta mbyllim. Ajo që kam për të thënë në fund është që jam pronë nismave referendare, prindrit duhet mbrojnë fëmijët e vet, sepse po jetojmë kohë të vështira pra. Kjo është situata që jemi dhe pa diskutim kam edhe një mesazh për institucionet e drejtësisë, me që e nisëm atë çështje dhe do doja ta çoja deri në fund. Në rast se këta mendojnë që mu po mlodhin, kjo në fakt është jeta ime. Unë do t'i shkoj deri në fund çështjes votës lirë, sepse e para i kam dhënë fjalën atyre njerëzve atje, që kur ma dhanë votën më thanë a do na e mbrosh, dhe e dyta është tani më çështje prestigji edhe nderi, që unë ta çoj deri në fund betejën time. Unë kurrë nuk jam tërheq nga beteja, i kam humb disa beteja, por nuk jam tërheq kurrë, kështu që unë do t'i shkoj deri në fund. Ndaç mbajeni në sirtar dosjen, ndaç mos i mbani, në Strasburg do m'keni në fund. T'ja themi publikut që unë dhe ti do të bëjmë një grup, ja vetëm ne, sigurisht me shumë të tjerë, Patjetër. për nisma referendare Absolutisht po. pa partjake. Mbështetja ime është maksimale dhe jemi në këtë Pra grup. nisma referendare në të mirë qytetarëve pa partit. Patjetër. Jo në emër të njerëz jam partia pro dhe patjetër. do ta mbështes fuqishëm këtë nisëm. Gjithashtu. Të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit. Kjo ishte pra intervista me aktivistin dhe politikanin Aulon Kalaja. Intervista tilla do të vazhdojnë në këtë emision dhe unë do të doja të dija mendimin tuaj, cilët personazhe dëshironi ju që të shikoni në këtë ekran. Mund të na shkruani në komente duke na sugjeruar emra aktivistësh, qytetarësh, intelektualësh, po dhe politikanësh të cilët ju do të donit të dëgjonit, dhe pse jo, të na sugjeroni edhe pyetjet. Nga ana tjetër do doja t'ju kujtoja se ky kanal nuk financohet nga asnjë korporat, nga asnjë kompani, aq më pak nga qeveria apo segmentet e saj, kështu që ky kanal vazhdon të ketë nevojë për mbështetjen tuaj. Ju duhet klikoni pëlqej, duhet bëni shpërndarje të këtyre videove dhe patjetër të bëheni dhe antar, pra të nënshkruheni në këtë kanal. Vetëm kështu mund ta ndihmoni. Tira është e hapur edhe për bizneset. Çdo donacion apo sponsorizim në emër të këtij kanali është tek e fundit një mbështetje për median e lirë, për fjalën e lirë që po kushton gjithmonë më shtrenjtë, po bëhet gjithmonë më e rrallë në këtë vend, sepse qeveria po tenton të kapë gjithçka. Ne jemi një zë i pakapur dhe duam të mbetemi të tillë dhe për këtë arsye kemi nevojë për mbështetjen tuaj. Ju faleminderit dhe mirupafshim javën e ardhshme.